Ndryshe në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, mi s'keni ardhur në Ndryshe. Ku jam unë? 31 mars kam kërkuar ditën. 31 mars mos ardh shkur. Pse? Na shkunde Çfarë? Votën në 91. E morë vesh. Ha. Që sot është 50, me fjalë. Ha. Në 91-shin, që i bie gati 30 Na lë tani në 1991-shin. 36 vjet. Ha? Më thënë pas 50 vjetëve që ka votuar Shqipëria vetëm për një parti, në 31 mars filloi votimi pluralizmit. Shumë partijak. Wow, unë në 91-shin kam qenë 6 vjeç, kështu që s'kam votuar dhe s'kam kuptuar gjë, po diçka Ti ke lozë me pafta. Është ai momenti që ra busti. Po, domethënë mbas asaj gjës. Sekonti. Po në 31 mars në Paris ka një tjetër eveniment të rëndësishëm, ndoshta këtë mbaj mendur. Se ti je pariziene. Çka ka ndodhur 31 mars Paris? Ua, për herë të parë Kulla Eiffel në derim të revolucionit francez në 1889-ën. 1889 Kulla. Pra dy ngjarje pas ka pas bota, zgjedhjet shumë partijake në Shqipëri dhe hapjen e Kullës së Eiffel në Paris. Shekullin 19. Po ne kthehemi se jemi në Ndryshe, prandaj mirë mi se keni ardhur gjithë që po na ndiqni. Me taksi? Unë vi me makinë gjithmonë, me makinën e shokut, se mësjell ai se vetë skam. S'kam vetëm 2, po nuk kam. Po jo me tash. Po s'kam ku parkojmë prandaj. Okej, dakor. Po ta shkojmë shumë parkimi se një taksiste goc që e përshëndet gjithmonë në emision, prandaj të pyeta. Taksiste goce? Ka shumë goca taksiste sot. Ka shumë goca. Megjithatë, me që ti përmende këto, përshëndes të gjithë taksistet vajza që sot punojnë punë të dytë, taksistet gjithmonë punë të dytë punojnë për të rregulluar pak më shumë bijet e tyre. Unë përshëndes gjithmonë çunat që më thonë disa gallati aty me Salsanën. Po çka, pa ajo e qeshja jote, pale kur tregon Salsanën në Barsaleta dhe ti qesh, disa gallati jeni të dy. Lona nesër do të marr telefon se kam për të thënë gjë shumë të rëndësishme. Jo, nesër është një prill. Unë do të marr, inshallah nuk më hap. Ti që më merr mua do thua. Pronto signora, më kanë thënë nga Instituti Italian i Kulturës që ti e mora pasaport. Drejt provimi. Atë provimi italianisht tani do bësh pasaport. Kur e ke ti? Po duhet 90 ditë ka kaluar. Nesër ta japun përgjigjen. E kam pasur ka. Nesër e ke sigurt. Kam unë mik aty, E ke sigurt nesër nuk diskutohet fare. Ky do të jetë një super program sot se ne flasim shumë me këngëtar, me artist, me Big Brotherist, me futbollist, me nga gjitha fushat. Po unë mendoj që arti i bukur i mirëfillt, ka kohë që na mungon pak o ti Salsana. Edhe ata që e sjellin kanë kohë që këndojnë, nuk këndojnë taksirisht azi. Kanë kohë që këndojnë. Ne e kemi njohur me Zigzag Orkestra, ne e kemi njohur në Top Fest me Anjeza Shahinin, po sa shumë vite, sa shumë hite, dhe sa lart është emri i tij akoma, duke mos u njollosur asnjëherë, duke mos bë kompromis me komercializmet, me klikimet, me Dëgjoj, mos e thuaj emrin. Mos ja them emrin? Mos ja thuaj emrin. Po s'ka kuptim tash mos ja thuaj emrin. Po mos ja thuaj me të fuzim një këngë tati, e kuptojnë të gjithë. Ju e kuptoni të gjithë pasi të dëgjoni ti dhe unë. Ta-na-na-na-na, kthehemi pas pak. Atë unë jam Anjeza Shahini, ti kush je? Ndryshe në Top Albania Radio. Ta-ra-ra, erdhi ai. Sa bukur që është kjo kënga, nuk di sa bukur ka qenë kjo kënga. Nami ke për mi mbrëma vizerë në Drena Bazi. Knaçi gjithmonë. Se do të jesh parasysh të jesh çik më afër mikrofonit. Patjetër. Patjetër. Ka lezet. Si gjithmonë olla, ku ke humb, ka je. Ke humb. Unë s'kam humbur, ti s'kam marrë. Sa herë kemi fol me Odrena Dovish, më Dren Dovish. Kam thënë, momentin që vi Top Radio Po s'ke art knosh në Shqipëri këto kohë të fundit. Kam marrë, po duhet me pas pauza, duhet me pas një kështu rifreskim, a? Patjetër se konsumomi edhe. A do më lejosh të them dhe të të prezantoj ashtu siç e kam bërë një nisje për ty? Hajde. Se ty të shkojnë këto gjëra. Më shkojnë. E du fort Ndrena. Kemi shoqëni shumë gjatë. Të Kosovës që unë e vlerësoj shumë dhe e du fort. Kemi shoqëni shumë gjatë. Shumë. Kemi një foto shumë të bukur në Kukës duke hik për në Prishtinë. I thash Drinit kur erdhi ai mamen të ura Drinit. Ti ke qenë beqare? Po, të dy kemi qenë beqare, po s'ka. Ndërsa unë vazhdoj të jem. Për toshi. Unë vazhdoj të jem. Ndërsa unë vazhdoj të jem.
Ti nuk e hanga kokë rulliri, ne hangëm. Ka dorën kështu ke koka dhe kam qenë se më mirë E dish, e moj nana tru. Tjetër orë të lash. Hajde, kush është Drena Bazi për gjithë ata që nuk e njohin? Sonja dhe Zotrin, Prishtin Aliu, Drena Bazi, artisti që ka sjell një frym unike në skenën tonë, duke kombinuar soulin, jazzin, funkun dhe shumë ndjeshmëri moderne shqiptare në të gjitha krijimtaritë e tij. Prej 2 dekadash në muzikë, ka ditur gjithmonë të na përcjell art, nga i arti i mirëfill, pa kompromise për shitje, pa kompromise për komercializme, krikime e të tjerë. Ladies and gentlemen, e sonte deri në orën 20 në Ndryshe Drena Mos ja Bazi! tregoj. Mos ja tregoj emrin sot. Wow. Faleminderit. Egzagjerove pak më mirë. Pse? Qa egzagjerova? Që ke 20 vite së shë Gati egzagjerove? 20. Gati 20, Po gati mirë, 20. që bën këto miksimet e soulit, jazzit, funkit dhe jemi Funky unik jo, në po këtë. mirë. Ama ke bëlli? S'ka gjë, ndoshta më ke dëgjuar një herë Kështu kështu. live. Me ndonjë party Jo, privat. në fakt, nëse sot do thuar që më thua një këngëtar nga Kosova, Drena Bazi është nga emrat e parë që të vjen në mendje. Ashtu. Paktën për jo për brezin tim, se unë mu më shkon ke Nezmje Pagarusha. Për brezin e ri po flasim. Po për brezin e ri shkon. Jo, Emira, a din çfarë është? Salsano, Emira është Emira që unë po e shoh në koncertet që i mbajmë, por që gjeneratat po ndryshojnë, edhe po vinë të ri. Kjo tregon që muzika e ka gjetë rrugën edhe nuk ka ngel me gjeneratat më të vjetra si ne. Po mirë, ti mendon që Ka gjetur të bëjnë muzikë duhur, më të apo? mirë këta të rinë se brezi juaj? Jo, unë po them, du me thonë diçka tjetër. Ka evolu, Du me thot thonë që Dreni. në qovë se Artistin do arrin, ketë gjithmonë, po flasë për sigurisht. vetëm, po në qovë se arrin me i trasu gjeneratat tëra, me këngë që i ke bo, edhe vinë njerëz të ri gjithmonë koncerte shef tyra të reja, dhe i këndojnë këngë që janë bo, ndoshta edhe para se mu lind ata. Ky besoj që është Në këtë një kuptim sukses është, po, në këtë kuptim po. që flet. Unë të prezantova ty si artist të veçantë, si artist shumë të veçantë. Po nëse unë të pyes, çfarë të bën ty të veçantë, çfarë do thuash për veten? Unë mendoj që secili është i veçantë një mënyrë ose tjetër. Afroje çik mikrofonin. Mendoj që secili është i veçantë, se s'kan këto rreze kaq. Kan, Po të vësh kufit e kupton. Tufjet. Ose po ta afrosh dhe i çik më shumë. Kufjet ti? Me nderën. Po, Ha, po. tani ndjen tash? Ashtu. Po. Tani e Tash ndjen. është shumë më mirë. Jo, po e ndëgjoj. Artisti, secili është i veçantë në një mënyrë ose në tjetër. Kështu që kjo nuk është garë, thjesht mund të jemi Jo, të nuk e kam ndryshëm. atë konotacion fare, Po, kam. e kuptoj. Je shumë i veçantë në llojin tënd. Të pëlqej unë, të pëlqen djali im, të pëlqen vjera ime vdes. E, po, për këtë po- Vdes po. mami Lorencit për Drenin. Interesant, mu më gëzon shumë ky fakt që nanat edhe gjyshet, edhe zonjat përgjithësi mdojnë. Po. Mendojnë që jam shumë çuni mirë. Ato besoj që e din. Edhe mu kështu më dojnë këto mbi 60 vjeç vdesin për mua. E thonë sa i të cilësi mjeti, nuk thonë artist, po jetë që jenë burë. Flas që Ato i pusu, këto mbi 60 i Jo, pus. po thosha që Dreni i kap disa gjenerata, disa breza. Po, I kap, Kjo po. është ajo. Ju mendoj që edhe të rinë sot, domethënë mund ta ndjekin me ëndje, me shumë dëshirë, krimtarit dhe këngëte. Sa Jo, bëj pa Salsano pyetjen tjetër. Atë ti ke më shumë të rëqe nga jazzi, nga souli apo apo aty ndjesh më rehat. Ndikimet janë të ndryshme, influencat janë të ndryshme. Çdo arti përgjithësi është diçka që krijohet në takim, në ndeshje me një ndikim tjetër. Do të thonë, nuk është autentik në sensin që duhet të jetë diçka e re gjithkohë se s'bën. Ndikimet vijnë nga mënyra si rritesh, nga mënyra çfarë muzike dëgjon si fëmijë. E ke ti problem shumë që edhe po se pëlqeu mjafton që ti je rehat me atë, edhe po se pëlqeu publiku. Jo, nuk me je thënë me drejtën nuk jam i ftoftë deri në atë shkollë, gjithsesi kompromisin mundohem me pas sa më të vogël. Unë mendoj që qëllimi jon është me i eduku Vin ata publikun. aty ty, jo të edhe shkosh ti vin ka. publiku te ti, jo ti te publiku. Ky është qëllimi i medias përgjithësi. Dhe po si do të qoftë unë mundohem me pas një kompromis sa do të vogël. Për shembull kur e bëj një këngë e mendoj që refrenin duhet me këndu edhe publiku, jo me fut Po, atë shumë sa e fjalë bukur sa që s'mundesh me i mbajt mend. Jo më t'i këndoj. Kështu që janë sa kompromise të vogla pa ndikuar negativisht në proces edhe në produktin final. Cila është një këngë që ty të përfaqëson shumë?
Mbreti i natës. Mbreti i natës, edhe ka këngë jashtëzakonisht të bukur. Do ta luajmë pastaj, pasi ne të prezantojmë këngën e re për të cilën Dreni është këtu. Është një këngë shumë e bukur. Unë se kam dëgjuar akoma. Kur e dëgjova për të parë isha Ka qenë dhërmi Salzano, s'ka mujt me mbrish. Isha dhërmi ti, nuk e dëgjova. Se ja tregova. Edhe i shkrova review-t e para të mia të Dreni ishin, shikoj, mua kjo këngë po më shijon aq shumë me një gatim aq tradicional, se isha duke ngrënë drek. Imagjino të pish një gotë verë, ti je diku. Domethënë është këngë që të hap oreksin? Kjo është ideja? Këngë që të hap atë oreksin. Oreksin artistik tas, oreksin shpirtëror, jo oreksin. Po gjitha oreksin. Ty vetëm ty të hapet oreksi. Këngët e kanë atë fuqi që secili me i perceptu edhe me i absorbu mënyrën e vet, pa ta diktu fut brenda kornizave, siç mund të fus një film që i shet gjithë protagonistët i shet gatshëm. Këngët edhe librat ta japin këtë luksin të ndjesin edhe luks po. Drejt krimit ta prezantojmë edhe ta transmetojmë për dëgjuesit e radios, si erdhi kjo këngë te ty, si pse edhe një herë. Është titull që më pëlqeu më shumë nga mundësitë që i kisha. Unë zakonisht edhe nuk provokative edhe një herë apo jo. Po, zakonisht nuk kufizohem në idenë me nxjerr një fjalë prej tekstit edhe me emërtu këngën. Por gjithsesi kjo është një fjalë e mirë, komercial, një titull i mirë, edhe pak komercial. Dhe i shkruajta Armend Rexhepagiçit. Sa e ka një këngë të famshme shumë edhe një herë. Shkruajta thash ta kam vjedh titullin. Shumë e bukur. Me ty ditë dëgjojmë, ne kemi pak mundësi për ta transmetuar, sa i YouTube-i na tregohet shumë, flas me video, po me audio do ta dëgjojmë tani. Edhe një herë Drena Bazi, më e reja e tij, një fonotek, një perle po gatuaj ti kur po dëgjoj këngën e Drenit? Çfarë? Që po haja. Çfarë po haja apo po gatuaj? Pilaf me patate, edhe fileto pole. Pilafe? Fileto pole. Ndryshe, në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë dhe përpara se të vazhdojmë intervistën me Drena Bazin, ju flas për Bene Asikuracioni sepse kërkon çuna goca të rinj që flasin mirë italisht dhe që duhet të bashkohen një skuadre që ka paga të mira, që ka gjithmonë promovime në punën e tyre dhe që ndodhet në zemër të Tiranës sepse janë në blok. Bene Asikuracioni është me kushte të mira pune, me pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhmë më të mirë, apliko ose kontakto në 068 89 26 189. Bene Asikuracioni. Va bene. E sa e bukur kënga Drenit? Shumë e bukur, po më ngelin mendje, më pëlqeu teksti një herë. Faleminderit. Dhe kishte ai vargu që jam si një zog pa qiell. Se kujton se s'është i vëmendshëm. Mori një shok edhe më tha ku je o zog pa qiell para ato ditësh. Që po sa kishe dëgjuar këngën, në fakt bukur shumë treguar një dhimbje edhe një mangësi, një boshllëk i jetës tënde. Humbjen tënde së fundmi? Nuk du me fol për ato sepse nuk kam dashur as me shfrytzu. Këtë gjë, thjesht është një këngë që unë e kam shumë le të marr secili çysh ka qef. Besoj që secili e gjen veten në këngë në idenë që secili ka humbur diçka, secili është ndomë me dikon, se edhe ndomja është po aq e dhimbshme ndonjëherë. Mas vdekjes ndomja është e dyta. Është vërtet. Po kënga ishte shumë e bukur, urime, shumë urime. Shumë e bukur. Edhe megjithëse ka shkuar vërtet mirë edhe pas. Është edhe pjesë e Top Words, është mu në mes të listës, po jam i sigurt që do jetë në vendet e para, për pak javë se sa është publikuar, domethënë është 2-3 ditë, një javë ka që është. 3 ditë, 4 ditë. Çfarë sakrificash do për të qenë ti një artist tregu, një këngëtar në tregun, që të rish në tregun shqiptar? Unë nuk besoj që ka një formulë të caktuar për me i mbjetu kohës edhe për me notus këto ujëra të cilat vërtet janë shumë të turbullta. Por atë verdiktin të publikut, patjetër që unë ka ndihmuar shumë të qenit prezent në koncertet live. Kam qenë gjithkohës prezent. Domethënë bëj shumë koncerte. Jo të shumti, të pakti që këndon live. Po, bëj shumë koncerte edhe kam lujt, lëviz gjithkohës, ky kontakti direkt me publikun të ndihmon patjetër sepse ti mund të jesh prezent në televizion, por kurse ke këtë kontaktin direkt, atëherë humbet ai filli.
Kështu e besoj që pastaj duhet provosh, normalisht duhet kesh publikun tënd. A është e vështirë të qëndrosh kështu siç ke qëndruar ti Dren, kështu autentik? Nuk mund t'ja pas këtu një përgjigje sakt, po mendoj edhe përgjigja që jap është subjektive. Në këtë rast sepse po mos kisha pas këtë publik që kam dhe këto numrin e koncerteve që kam, ndoshta edhe do kisha fut në një rrugë që do mundosha të ndryshoja ose të gjeja një formulë tjetër ose por duke qenë rehat, komfort zona zakonisht edhe shkakton probleme. Por unë kam qenë rahat me këtë që bëj, kurse kam bo me qëllimin për me pas publik. Publiku ka ardhur rrugës, është tu si A je pendu ti që s'ke ndru stil asnjëherë? Jo, absolutisht. Unë jam këtë që jam besoj që mundesh me mdasht, ose mos me mdasht, po s'mundesh me injoru. Jo, absolutisht jo. Tani me që fole për këto ky është një kuriozitet që e kemi ne shqiptarë në përgjithësi, po mua më lind pyetja, a jetohet me muzikë, ti jeton me muzikë apo ke një burim tjetër? Jeton me muzikë? Jetoj me muzikë, po kam edhe burime tjera. Domethënë nuk është Cilat pikojnë. Diku. Domethënë, nëse do kishte vetëm muzikë, do kishte një jetë mirë. Unë besoj që me muzikë jetohet shumë mirë. Jetohet mirë. Po. Jetohet mirë, normalisht. Unë po flas si një person që nuk kam as fëmijë për t'i mbajt, as për t'i çuar në shkolla. Apo këto, ato janë obligime tjera, por në stadin që jam unë, që jam një çuneri akoma pa fëmijë dhe pa martuar. Edhe për stilin që ti ke muzikor, Po, edhe për stilin që kam muzikor, edhe për stilin e jetës që kam. Jetohet mjaft mirë. Është që je beqar, influencon në audiencë, që ka më shumë audiencë nga që je beqar? Patjetër. Po vjen keq me thonë, keq me pranu, por besoj se po. Dren Abazi, çfarë do t'i thoje ti vetes tënde? Ja, shkojmë pak back in time. Në fakt nuk është aq shumë, se punë vitesh kështu. Jo, më janë shumë. Ja, je 20 vjeç. Çfarë do t'i thoje Dren Abazit 20 vjeç? Jo, unë thjesht do isha shumë i lumtur nëse në kohën kur isha 20 vjeç, domethënë para 20 vjetëve, që ke ritim. do e kisha një fotografi të një Dreni 40 vjeçor siç jam tani. Po në muzikë besoj. Po të thoshte dikush që do isha 20 vjet në skenë, vërtet do ishte diçka e pa imagjinueshme në kohën kur kam filluar. Po një Dreni 20 vjeçar do i thoshte që pse bën këtë stil muzike, bëj një stil tjetër. Do i thosh apo jo? Futi më një hip-hop, një R&B, një. A din çka përparësia mes muzikës që e bëj unë edhe të tjerë, po me qenë se përmeni hip-hopin. Një 60 vjeçar nuk del aty në skenë playback me tekstet që i kanë këta hip-hop artistat tonë, me gjithë dashurinë për ta dhe respektin, ndërsa një 60 vjeçar me muzikën time del. Dhe më koncerte edhe me shtave e po pra. Ke shumë drejt. Ke shumë drejtësh. Ja, për shumë to Jay-Z nuk dalin më. Po ku dalin 60 vjeçar? Jo, ata pastaj kalojnë në stade tjera të biznesit, bëhen producenta. Si bë? Ropa tata, 60 vjeç. Vajlisht. Se kush është tjetër 60 vjeç? Drena, a ka një proces të caktuar kur ti shkruan muzikë, apo është një proces që vjen shumë natyrshëm? Se duket sikur çdo gjë rrjedh kështu natyrshëm, Dreni. Do isha shumë i lumtur me rrjedh natyrshëm gjithçka. Ka raste kur rrjedh natyrshëm, por besoj që kjo është një proces ku ti e bind veten që duhesh me shkruaj diçka, edhe duhesh me kompozu diçka. Pastaj talenti është njëri lind me një sasi të caktuar me talentit, nuk mundesh më bëj më i talentuar me kalimin e kohës. E vetëm ajo që ndryshon është shija. Mundesh me deviju dhe mundesh me sofistiku shijen. Kështu që për mua shkrimi i këngës është një proces ku unë për pak thash çom çdo mëngjes dhe shkruaj, po jo ndarka zakonisht shkruaj. Darkave. Qyteti flan, të gjithë flan, unë rri. Do të thonë rike natën vonë. Fatkeqësisht. A ke ti një filtr, ke kështu ato censur për veten apo ke dikëti që thotë që ja tregon krimin tënd e thotë ai thotë e kam pas babin, sepse unë kam humb babin para një viti dhe e kam pas babin, domethënë personin i cili ka vendosur për çdo produkt që unë kam nxjerrë në drejt. Për atë të pyeta pak më parë. Edhe nëse ai ka thonë jo dhe nëse unë kam qenë i bindur që gjithçka është perfekte dhe nëse ai ka thonë jo, unë se kam diskutuar, jo, thjesht nuk e kam diskutuar. Nuk e diskutuar. Kështu që tash kam normalisht
njerëz të shtëpisë, anëtarë të tjerë dhe kam so njerëz që i besoj. Do të bën një testim krijimin tënd, Po, me rrethin e ngushtë, patjetër është edhe pse edhe unë mendoj si ajo shpreha e lashtë që pyet 100 vetë dhe bëj si do vet. Pyet 100 vetë dhe bëj si do vet. A ka ndonjë zhanër që ti Drena Bazi do ta eksplorosh në të ardhmen? Thua në këto 20 vite i kam qëndruar atij stili tim autentik. Po ndoshta tash edhe mund të marr kthesën se ndonjëherë është dhe tu rritur. Po, si dihet, prandaj po them. Unë kam një fat që është një spektër i gjanë i zhanreve që mundesh me i fute, se s'mundesh me përcaktu këtë muzikën që e bëj, me thonë është për shembull rock ose është pop ose është jazz ose është blues. I ka të gjitha nga pak, është një farë gjelle me shumë me turli se s'mundron me. Është një turli me perime dhe me mish. Unë haj pa mish. Ti han pa mish. Ti zakonisht bashkëpunimet me këngëtarët e ke shumë të pakta, nuk është pakta, po të pakta. Se do ta pyesja edhe unë për këtë. Por besoj që do ketë këtë vit edhe bashkëpunime, edhe këngë më shumë edhe. Po. Je në moment krimtarie tash, jam në moment krimtarie, po punoj në studio. Për numërojmë neve bashkëpunime, përveç Anjeza Shahinit. Nuk, domethënë unë kam parë ty në performanca live, ku her pas here ke thrit. Kam punuar edhe për këngëtar të tjerë, po kështu me bë duet. Si ka mundësi, sidomos artistë Kosovës janë akatos shumë me njëri tjetrin për të sjellë bashkëpunime për të. Po do ketë, thjesht se kom pa domosdoshme, po do ketë, i kam nisë të gjithë, kështu që. Okej. Do ketë një bashkëpunim. Jemi në prakt. Jo, jemi rregull. Do thoja për Drenin që nuk e di a ka patur Dreni gjithë këto vite në jetën e tij ose që nga fëmijëria një artist cilin e ka adhuru edhe që ka ndjek atë si idhull edhe se ka ndryshuar asnjëherë pavarësisht se si është bë muzika edhe mirë dhe keq. Mëndzore të një përgjigje që nuk është domosdoshmërisht përgjigje e parapame, po thjesht po mendoja për shemb te kënga fundit. Kënga fundit është një në mendjen time, është një tribut për vestierash, është një dedikim mbi dedikim, që do të thotë që është një dedikim për artistat që unë i kam dash gjithmonë dhe i kam vlerësu, për shembull Eric Clapton edhe Beatles. Edhe kjo këngë ka në vetë edhe Beatles pak sepse ka një frazë harmonike që ngjan me Beatles, e ka një solo të kitarës që e ka që ngjan me Clapton te While My Guitar Gently Weeps, që është një prej këngëve më të bukura të Beatles. Nga George Harrison, edhe është domethënë ta kishim luajtur ti themi mund ta luajm pak pasi While My Guitar Gently Weeps, patjetër. Prandaj thash edhe më herët që muzika dhe arti është bashkëdyzim mes kulturave të ndryshme. Veç barbarizmi është autentik, krejt tjerat janë kombinime që është ajo ndërthurje, nuk e di tash ndjes, po një autor i madh ka thonë gjithçka është thënë dhe është shkruar. Tash varet veç si kombinojmë ato që i kemi informatat edhe e bojmë një produkt, si me i bo prej dy bluzave me bo një bluz tjetër. E kuptoj. Shiko, ose thonë 8 nota janë ato, po varet si kombinon të dalin se. Fiks. Jo, kur flet për emra të tillë, Eric Clapton, Beatles edhe mendja pastaj fut gjithë ato gjeneratën që është muzikë. Është muzika që e kam dëgjuar gjithmonë normalisht te babi. Ta dish Elon që po kthehet muzika tek melodia. Inshallah te melodia dhe te teksti. Që kanë këndu melodi, rrojnë më gjatë një jetë. Ata që bëjnë pasaj këto. Besoj që është e vërtet. O Drena Bazi, a reagove ti si Donald Trump kur që ç'është mër ky Super Bowl? Ç'janë mër këto Grammy, kush po i fiton sot më? Domethënë, se më vjen keq edhe për brezin e fëmijëve që sado ti orientoj unë, mami dëgjoj Drena Bazin, po dëgjoj dhe Beatles, po dëgjoj dhe Albani Manin, po dëgjoj dhe do shkoj ke Bad Bunny, do shkoj ke është proces që e te kalon me mosh. Edhe unë për shkak unë mbaj mend në shkollë mesme kur u futa, isha 14 vjeçar edhe isha i çmendur mas Kurt Cobain. Po mirë. Po edhe ai ishte më i lehti nga këto që vinin pastaj, nga këto derivate të tjera. Domethënë gjithçka, punk, nga më të hallashtisur. Edhe babi më thoshte, dëgjoj se, okay, do të marr ca vite kjo periudhë, kjo fazë, pastaj do kalosh një muzikë që do shoqëroj gjithë jetën. Kështu është edhe kështu është edhe ky me çunin tonë. Por me qenë se i përmende Grammy Awards, kam qenë i ftuar për me i komentu në Top Albania Radio.
edhe në Top Channel bilet më duket. Po. Edhe pranova. Pastaj kur e posh, thash hajde të shoh njerëz se si ishan Listën e atyre që ishin jo, nuk isha nominim, snifte njëri, nuk isha domethënë ta gjej fjalën shqip i përditësuar. Updated. Updated, po. Nuk ishte përditësuar. Nuk isha i përditësuar me Fjalën e shqip ta gjej unë updated. Si do shqip përditësuar? Nuk isha i përditësuar me hyrjet e reja, me klasifikimet, edhe thash hajde të shoh një herë. Kurop? Edhe më beson nuk njifja asnjë. O zemra janë 30 emra Koran. Nuk njifja. Edhe mora në telefon. Kja bëj. Po bëj gotat e tuaja kështu? Jo, akoma. Mora në telefon edhe i thash Nuk vi. Thash lutem mos ma merrni për të keq, po patët një opsion tjetër. Ciao, sepse nuk kam çfarë të bëj aty. Nuk kam çfarë të bëj, domethënë guri përshon i rënd në vendin e vet. A mendon ti që inteligjenca artificiale po e prish muzikën? Apo nuk e konkuron dot originaliteti, naturaliteti? Për çfarë vjen më shumë keq në muzikën sot? Inteligjenca artificiale sado që mund të jetë një ndihmë e jashtëzakonshme për diçka që ne thjesht nuk mund ta bëjmë ose nuk e dim sepse njerëz po nxjerrin edhe diagnoza mjekësore tash me AI, që është diçka një ndihmës e jashtëzakonshme. Por në muzikë unë si fanatik i muzikës live edhe i gjithë shkoja live, sepse unë edhe në studio kur regjistroj, insistoj që gjitha me qenë live, domethënë aty futen 15 vetë. Po. Tash producentët e coverët të reja janë ca çuna që nuk janë as muzikant fare. Ata thjesht i njohin softverat përkatës, programet e ndryshme, edhe bëjnë këngë aty, edhe nxjerrin hite, paketojnë formate të ndryshme. AI për këta besoj që është një ndihmës e jashtëzakonshme. Kam Samer Agollin, producentin dorën time djathtë që me cilin punoj që punojnë bashkë. Ai për shemb bën reklama të ndryshme. Edhe unë bëj, po ai bën jashtëzakonisht shumë. Ai thotë që më ka shpëtu kjo inteligjenca artificiale sepse me punën që e bënte, që kërkonte një punë që kërkonte për shembull një javë, tash e bën për 5 minuta. Imagjino çka është ai. Edhe truri pastaj na është bërë kështu, se vetë. Por unë në fund besoj që nuk mundet me mri asnjë në atë nivel që me zaventu një person ose një artist në skenë. Po nëse ty do të duhet të zgjidhje për të patur me suksesit komercial dhe atij autentik që ne folëm, cilin do të zgjidhje? Unë mendoj që suksesi komercial nuk ka asgjë të keqe, mos keq kuptuam se ka komerciale të ndryshme. Komerciale është diçka që shitet. Nëse mrin me shiti bileta, jo, komerciale nuk është fjalë e keqe. Po, jo, po them atë. Nëse mrin me shit bileta, që më shumë i ka ruajtur këto stilet e veta, ndjesitë e veta, ato që folëm autenticitetit. Unë besoj që këto hitet që kanë një ngjitje me njerëzve, ato edhe kanë ramin shumë shpejt. Ato janë këto fast food këngët që janë, mos i përmendim disa sepse mund të më na ndëgju dikush atje në Amerikë dhe më ngjet fat. S'na japi vizën kot. S'na japi. A ke ti rival o dren? Se më duket sikur, do të thënë në gjithë të artin e bukur më duket sikur ke ngel vetëm ti. A ke rival valla, a ke konkurrencë? Ka, absolutisht që ka. Ti shumë që i bëm qefin. Faleminderit që po bëni. Ajo bën kështu qefin të gjithëve. Jo, po mirë më fal, kush është një tjetër si stili drenit? Po pra më gjej ka sa dush. Ajo, si stil. Është unik shumë. Ajo është unik, po si stil. Kjo më ka marrë në qof. Kjo më ka marrë në qof. Sepse konkurenca të bën më të mirë gjithmonë. Faleminderit. Jemi në rregull? E mora përgjigjen. Dhe me që mora përgjigjen, ka reklama, live dhe pjesën e dytë pas pak.